Edhe njerë, keni pesha të gjithë apo nuk keni pesha? Kemi pesha të rëndë. Së pare më shika? A do ka të sheta? Jo. Ana duhet nga pesha të rëndë. Po, një pesh duhet, një pesh. Nëse nuk janë peshat për gjithë, do ta bëjmë njëri grup dhe njëri tjetri. Qa problemi kemi me pesha të rënda? Po e bëjmë dhe kështu, okej? Dhe vëzhgoni, atëherë do bëjmë njëri grup dhe pastaj tjetri. Ata persona që mund të mbajnë pesha, mund të marrin dhe dy, sepse kanë përshtypjen se kanë. Ata që kanë problematika, patjetër që mund të përdorin dhe peshën e trupit. Okej. Atëherë, ushtrimi parë është globet squat. Do marrim një peshë, të cilën do ta mbajmë. Ta bëj këtu mirë. Tek gjoksi, por jo ngjitur. 2 gisht larg, po. Dhe do fillojmë do bëjmë squat. Pra, do përthyemi, do i hapim pak gjunjët ana, shty vithet mbrapa, shkon lart. Okej? Ky është ushtrimi i parë. Pra, ulemi dhe ngrihemi. Ky është ushrimi i cili do bëhet 20 sekonda. Mbasi mbarojmë 20 sekonda këtë ushtrim, 10 sekonda do qetësohemi. Dhe do vazhdojmë me ushtrimin e dytë, që është high plank. Do vini duart në tapet, ose më saktë, kudo që t'jeni, dhe është këtu. Okej? Po, foto. Kontraktoj fort muskujt e barkut, pra, atëherë, do ulemi në tokë, ose më saktë, do shtrihemi me fytyrë nga tapeti. Okej, perfekt. Një sekundë, futa. Fute barkun brënda. Një sekundë. Edhe njerë. Fute barkun brënda, kontrakto fort vithet, qoje pak trupi më lartë, shumë mirë, dhe qëndron në atë pozicion për 20 sekonda. Duar duhet i kemi poshtë pjesës së supeve. Okej? Perfekt, ajo është. Pra, mund të lejohet? Futet barku pak më brënda, zërë sikur kemi flak poshtë dhe ti duhet të fusësh muskujt e barkut brënda, duke i kontraktuar ato. Okej? Kjo është. Tani, duhet ulesh nga dalë me gjunjë poshtë për të ndaluar ushtrimin. Do më thëmë mos ul me një herë kështu që t'ulesh mesin. Përthyej gjunjët dhe uli në tokë. Uli, normal. Kjo është kur mbaron ushtrimi. Okej? Perfekt. Super. Atëherë, do fillojmë me një muzikë që do t'na i vërë regjia. Jo, unë po mendoja më mirë që të vazhdoj njëri grup për ta parë dhe pastaj kaloj me tjetrin, okej? Ju lutem kaloni, do me thonë që t'jeni pak më në rregull për t'u parë pak më në rregullsi. Jo, shtrimi parë me... Atëherë, i pari është globet... Po, perfekt. I kemi duar në këtë pozicion. Pa problem. Atëherë, do t'i hapim pak... Jo, bryllat i kemi në rregull. Do t'i hapim pak këmbët më shumë se pjesa e shpatullave. Squats, atëherë, squats. Po, duke shtyr pak pjesën e vitheve mbrapa. Kur ulesh, kontraktoj fort muskujt dhe qohesh lartë. Okej? Kjo është. Mundohu që peshën ta mbajmë 2 gisht lartë pjesës diafragmës. Okej? Kjo është. Dhe gjithmonë, merr frym lart, qëndro poshtë me frymën poshtë dhe kur të shkon lart, e liron. Okej? Perfekt. Okej. Fillojmë regjia nëse ka mundësi. Atëherë, fillon Mali. Okej? Kur të filloj, një sekundë. Fillo! Bravo! Shty vitet mbrapa. Avash. Avash, gadal, shkry lart. Stop. Bëu gati për ushtrimin e dytë. Kur të filloj muzika. Avash. Fillo Senaldo. Kontraktoj fort. Si që tash, duart i kemi poshtë pjesës supeve. Duart. Këtu aty. Fute barkun brënda. Bravo. Kontraktoj fort vithet. Super. Duart i kemi Mos i përthyejmë duart gimbal. Mos i përthyej duart drejt. Bravo. Stop. Uli gjunjët nga dalë, avash.